Rriten shtesat për lehonat nga 170 euro në 325 euro. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë ka miratuar rritjen e vlerës mujore të shtesave nga 170 euro në 325 euro. Në fjalën e tij, Kurti tha se kjo është një rritje e dyfisht e shtesave e cila nuk ka ndodhur më parë. Meq tani kemi edhe pagën minimale të re, është koha që kjo të reflektohet edhe te shtesat për gratë lehona. Sot në mbledhjen e 261 të qeverisë do të miratojmë rritjen e vlerës mujore të shtesave nga 170 euro në 325 euro, sa është vlera neto e pagës minimale të re. Për të gjitha nënat lehona që nga ky muaj shtesa mujore do të rritet. Kjo përbën një rritje prej 91.7% apo pothuajse një dyfishim të shtesave, deklaroi Kurti. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati ka thënë se me ligjin e punës parashihet që për çdo grua që lind në 6 muajt e parë, punëdhënësi obligohet të mbulojë 70% të pagës, ndërsa pjesa tjetër e pushimit të lehonisë mbulohet për 3 muaj me pagesë prej 50% të pagës mesatare nga qeveria.